Miq Prizmos, ashtu si kundër e kanë paralajmëruar dhe kanë paralajmëruar edhe shumë të tjerë, e ka paralajmëruar Partia Socialiste, e ka paralajmëruar Edi Rama. Tashi në mëngjesin e 12 majit është praktikisht vërtetuar fitoria e Partisë Socialiste pothuajse në të gjithë territorin e vendit. Sigurisht janë disa zona të veriut ku Partia Demokratike ruan akoma një superioritet lehtë, po dhe aty ka shumë ngjyra vjollës, por në të gjithë Shqipërinë Partia Socialiste është fituese e kësaj betejë, po them, elektorale e cila praktikisht u zhvillua në okelën e vendit dytë. U zhvillua në okelën e vendit dytë sepse kështu e impostoi humbsi më i madh në historinë e Shqipërisë, degraduesi më i madh i zgjedhjeve dhe i të vërtetës elektorale në Shqipëri që quhet Sali Berisha. Marrësi peng i alternativës politike që quhet Sali Berisha. Provokatori, acaruesi i klimës zgjedhore dhe po klimës politike në përgjithësi që quhet Sali Berisha. Njeriu më i pa fytyrë, më mashtrues dhe gënjeshtar që ka lindur ndonjëherë vetëm kjo tokë, po dhe që është shqip folës dhe që quhet Sali Berisha. Ai sot ka një humbje të re, rradhazi gjithë humbjeve të tjera, që në fakt i bëjnë nder për natyrën perverse dhe perfide që ka. Provokoi në fushat elektorale dhe asgjë nuk i doli ashtu siç ishte, e mori nga Amerika njerëz për ta ndihmuar, i pagovin në mënyrën më ekstreme, jo vetëm për t'i hequr non gratën, por për të bërë dhe mrekullinë e madhe për të shkuar në Amerikë dhe askush nuk e pranoi. Ndau partinë në sektore besueshmërie në luftën e klasave që vetëm ai di ta bëjnë në Shqipëri, dhe përfitoi pikërisht këtë që Shqipëria sot përvijon të dalin mbi 53% Partinë Socialiste dhe ke 33-34% Partinë Demokratike. Praktikisht asgjë nuk i ka bërë demokracisë përveç se e ka lënë vendin pa alternativë politike, ose e ka lënë vendin me një alternativë folk bolshevike staliniste, të cilën e përfaqëson ai në vetë parë. Sigurisht ato që e ndjekin nga afër dhe që janë semenet e tij janë bashkuar me mendimin e tij për të marrë ato vende që kanë në parlamentin e nesërm shqiptar, për të luftuar për vendin e dytë, për të luftuar pikërisht kënë atë grupin parlamentar me 48, me 50, me 53, me 45, nuk e di kur të dalë rezultati saktë atëre, sepse jemi akoma herët, po përvijimi i humbjes tyre dhe përvijimi i fitores Partisë Socialiste tashmë është i qartë. Në Shkodër janë zhvilluar zgjedhjet më të qeta të mundshme që unë në televizionet ku kam dalë i kam quajtur gati si zgjedhje daneze. Ishte një qytet edhe një qark krejtësisht i qetë. I vetmja pengesë ishte si zakonisht Partia Demokratike që u vonuaja 3 orë për të filluar punën. Por dhe asaj s'kishte çfarë t'i bënte, sepse të gjitha ato komisionerët dinë që shkojnë në burg, nëse do dëgjojnë më tepër se sa duhet partinë e tyre të famshme. Po përvijohet edhe këtu një objektiv i Partisë Socialiste, i cili ishte për 5 mandate, dhe të shohim deri në fund të BTS, e cila është e ngushtë sigurisht midis të dyjave, se çfarë do të sjellë. U përvijua në mënyrë të jashtëzakonshme aty ku u votua elektronikisht dhe që ishte vora me një skandal të jashtëzakonshëm, ku del rezultati dhe nuk e thot as KQZ-ja. U përvijuan të gjitha ato fitore të cilat dijeshin që janë të thella dhe sigurisht kanë të bëjnë me qarkun e Fierit, me Vlorën, por dhe me Elbasanin. U përvijua Dibra e famshme, ku kishte 1000 provokime për njerëzve, gjungëshat edhe ish-kryetarin e bashkisë Kamzës, me marrëzirat e tyre që shpeshherë bënin autogol, me bllokime makinash. U provokuan
njerëzit duke u futur në votim nga Flamunoka dhe Vokshi, sigurisht u përdorën edhe metoda prej idiotësh, metoda force, dhe normalisht këto bëjnë pjesë në skenarin e famshëm të Sali Berishës. Sot jemi në mëngjesin edhe sigurisht që vazhdojnë hapjet e... Dhe unë kam qenë në transmetim, kam qenë të miqtë e mi në darkë, ke Erzen Koperaj në Star Plus, ke Adi, që drejton aty të televizion, dhe kemi bërë bisedë gjatë deri në 2 natës. Por sigurisht bisedat ishin në kuadrin që kush është fitoria dhe për çfarë bëheshin këto zgjedhje. U bën të qeta në fakt. U bën të qeta dhe është përdorur tash edhe ajo vota që ne i quajmë të emigrantëve, po e diasporës, po themi. Ato zarfat e verdhë. Edhe aty u munduan sigurisht linjat e një besimtari të korrupsionit edhe elektoral, që e ka emrin Sali Berisha, të shkatërrohet, të merret si shembull, po themi, akuzat të nesërme. Pas akuza e nesërme, base nuk është e zoja që të ndodhi, sepse Sali Berisha e di që është humbës, sepse nuk është nisur të fitojë, sepse është nisur të ketë partinë e tij, me sejmenet e tij, partinë e familjes tij, ai do të mbrojë familjen në këtë rast, ti lejë trashëgimi partinë që e konsideron pronë të tij. Edhe këtë ja kanë lënë edhe të tjerët, edhe kundërshtarët politikë, ta mbaja aty e ke. E vetmja dobësi e Partisë Socialiste dhe Edi Ramës është pikërisht se vazhdojnë të tolerojnë një person i cili i bën keq demokracisë në Shqipëri, i bën keq pluralizmit. Partia Socialiste dhe Edi Rama kanë vetëm një faj. Të gjitha të tjerat janë gabimet që cilat rregullohen gjatë gjithë rrugës, po këta e kanë faj. Që sigurisht kanë toleruar, kanë marrë me të mirë një individ, politikisht flas. Një individ i cili ka shkatëruar demokracinë dhe pluralizmin. Shkodra u tregua pjesa fenomenale e realizimit të zgjedhjeve fantastike, të qeta, të mira. Sigurisht që ke Partia Demokratike kishte një luftë të ashpër midis elementëve të saj poshtë listës, dhe unë po pres, pastaj do të flas si duhet për të folur për këtë element, por pa mbaruar, pa u përvijuar ndarja e mandateve, sigurisht Partia Socialiste ka mandatin e 4, që nuk e ka pasur si herën tjetër, dhe po përvijon mandatin e 5, edhe kjo i duhet Shkodrës. Për të treguar që Shkodra tashmë ka ndryshuar thellësisht, për mos u kthyer në kohët e saj të çmendura, në kohët e saj kur përdori. Me këto numra dhe me këtë lloj transformimi që ka pësuar, ajo nuk mund të përdoret më si kavje laboratori. Pavarësisht kush mund ndërhyjë, në pavarësi se kush mund të jetë. Nësa Partia Socialiste nuk do ketë nevojën për asnjë aleat ose parti tjetër të vogël për të bërë majorancë. Ka majorancën tashmë, aty ke kutijat, e cila do të dalë jashtë. Ka majorancën sepse kështu i ka dhënë popullit shqiptar. Në treqerekun e saj, vetëm sipër mund të ketë një olla blu, duke filluar nga Lezhë dhe Dibra, e poshtë është e gjitha e lyer në vjollës. Do thoni ka qikzuar je, po besi që ka lyer një boj, po jam i gëzuar. Jam i gëzuar se ndryshe nuk merr vesh ai që ka për të marrë vesh në këtë drejtim. Në këtë drejtim, edhe në këtë, po themi, fushat elektorale, është përvijuar realisht forca dhe qetësia e Partisë Socialiste. Forcë që i vjen nga shumica e popullsisë dhe qetësia që i vjen nga posti i jashtëzakonshëm që ka, vendi i jashtëzakonshëm që ka në marrëdhënie ndërkombëtare. Majoranca e Partisë Socialiste Edi Rama ka një vend të veçantë për Shqipërinë dhe pozicionin e saj ke ndërkombëtarët. Do kemi një aktivitet të jashtëzakonshëm tash në 16. Qetësia që i vjen nëpërmjet dienisë së plotë se ka mbetur shumë pak në popullsinë tonë që aprovon Sali Berishën edhe partinë e tij. Tashmë ajo parti që voton Sali Berishën është njësoj si Sali Berisha. S'ka asnjë dallim, por është pakicë.
Dhe këtu I vjen dhe siguria për njëkohësisht edhe bindja Partisë Socialiste se ajo është gjithmonë fitimtare. Jo për një mandat të 4, por nëse vazhdon kjo gjendje edhe për një mandat të 5 dhe të 6. Sa të ketë jetë Edi Rama, por edhe mos jetë Edi Rama ta zemë si ka dhënë dorëheqjen, kushdo që të vinë nuk mund të dalë dot fitoren e Partisë Socialiste në pozicionin e tillë e mbajtur peng nga një familje që ka mbiemrin Berisha. Dakord miqtë e mi, do takohemi me emisione tjera, por kjo ishte prizmus I parë politik për fitoren e Partisë Socialiste dhe majorancës dhe humbjen e Sali Berishës në mënyrë personale dhe partisë të tij personale që quhet Partia Socialiste. Sali Berisha duhet I kthehet pensionistit, të shesi qep, të mjellë patate, të mbledhë ato në fush, të vej tulla, të bëj çfarë doj, por ai nëse vazhdon këtë zanatin e ushtruar në mënyrën më të keqe të mundshme, këtë rol ka për të pasur. Ka për të pasur gjithmonë rol politik, por gjithmonë në humbje e sipër, dhe të gjithë ata semen nesër do të fillojnë dhe përçarjen, derisa ta hedhin aty ku e meriton në koshin e plot të mbeturinave të politikës në Shqipëri.